Përshëndetje, miqtemi. Miqtevini në kanalin tim Tea Tarot. Për lezime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe dashurie. Të janë mesazhe dashurie për dy persona të dashuruar. Na thonë këto mesazhe. Është shumë mirë njohur sepse ke bërë njëri tjetër, ka hapur sytë, është kthyer tek vetja. Edhe vuan shumë këtë pjesë që është larg, sepse do të ketë pranë në çdo moment të jetës së tij. E ka kuptuar gabimin brenda vetes, por ka egon e tij që nuk kërkon falje. Nuk do kur ta mbyll historinë e dashurisë me të. Asnjëherë. Po planifikon diçka, një plan sekret. Dua të jem pranë teje, gjithmonë, thot me mendjen e tij. Ndjej forcën brenda vetes që lidhja jonë është shumë e fuqishme. Pra mesazhe që dërgon i dashuri apo e dashura juaj. Shkruan mesazhe dhe i fshin se ka frikë nga reagimi jot, shpeshherë. E kupton brenda vetes që ti ke bërë njëri të mirë, me logjik, të arsyeshëm, pra e ke transformuar. Distanca me ty e bën të vuaj shumë. Ndihen fajtor, e di që kam sjell dhimbje dhe të më falësh, thot. Pra të ka sjell dhimbje dhe të fal. Nuk doja të plagosja, do sistemoj gjërat shumë shpejt. Asnjë nuk është si ty, je e veçantë. Pra këto ishin disa nga mesazhet e të dashurit apo të dashurës tuaj për ditën e sotme. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.